njerëzit që ngojnë singin, e ngojnë për një kohë të gata dhe janë loyal. Atë nuk je se artisti që nashta të ka ngu dikush për 3 muaj, ma ne ju ke bo bajat. Atë është sa me rëndësi me pas një se fanbazët që ndrushme që për një me sorë që të qatë të diçka aty e ngojnë e të rinë, atë nëse paka shumë edhe njerëzit nuk po janë mod shumë të vendost për një artist. Po kur të vjen puna të singi për shembull të si vena pak, do me thonë sa ma shumë vjetë që po shkojnë, ma shumë po respekt, faleminderit. Fanbazë. A ki edhe të që të menim? Që ashtu mendoj 100%. Do me thonë tash mundem ato me qitë në timeline që shka mujta e me punu për mu sakt, po do shta i kom pas edhe periuda tjera ku nuk jom hi në që jo më së thëmë komercialin, po nuk e kom ndru shumë atë shkaku i pozicionit, jom konë New York, e kom këqyr këtë ndryshe, si që shkem fillu me Vladi Qakin, e kom këqyr pak ma ndryshe qasjen të në muzikë. Mandej me kalimin e kohës, me ndrimin e gjeneratave, e kena po edhe feedbackin, edhe fanbazën që është mendoj në pozicionin ku ne jam edhe prej kohit vje dhe sa kom bu muzikë, kom avantazhin bajegit mirë, fanbaza është besnike, edhe që ajo ku njona prej faktorëve kryesor që edhe kom vendos me hi pak ma konsistent edhe me jep pak ma shumë,